ta marrim kush doj. Ta marrim kush ketë qef. Po ai që e merr të vi me program. Thot, unë për 6 muaj bëj këtë, për 3 muaj bëj këtë. Nëse nuk e bëre, largohem. Kush ta ketë qefin në ti? Po edhe zgjedhja kur bëhet. Mos bëhet zgjedhja. Vjen Lul Basha kandido për kryetar partie, vjen Berisha në kafe, pik kafe me Lul Basha, gjithë mediat ke Lul Basha e Sali Berisha, po normale i votuesi pastaj ç'do bëj. Pra s'ka garë. Nuk ka garë aty brenda. Dhe i parti që s'ka garë, mërna vetës. Si do pretendosh? Të vi kush ta ketë qefi. Ai që mendon që e bëj Partinë Demokratike. Dhe e kthej Partinë Demokratike në të djathtë. Por, para se të bëhet kjo, po ta them edhe herë, nëse nuk bën një kuvend të tillë me njerëz të cilët i kanë dhënë asaj partie, me njerëz që kanë vlera, atje pastaj është e vdekur çdo gjë. Do vazhdoj njëta më keq. Se mos harrojmë se në vendet e tjera të lindës partitë që u krijuan në 90-të dhe u shkrin fare, ha? Mos harrojmë edhe këtë. Unë jam të pjesë. Kush e merr partinë ta marrë me objektiva, po jo objektiva i 100 vjeçare, se s'ka më njerëz. Objektiva reale. Por 3 muaj do bëj. Po nuk mund vesh mu shef, mund bësh ti mu shefi i organizimit të partisë Cop Kalamam. Shefi i organizimit partisë, ai Balliu. Ku e bën ajo? Ku e bën? Apo tjetër? Me Kalamaj nuk bëhet kjo po me Kalamaj. Politika, kur i tha Churchillit, i tha parlamentin, tha e ke gjithë vjetër. Më tri unë e ke 58 vjeç. E tha Churchillit, po tha, edhe për këtë tha jam po pishmon që e kom fut. Po këta 30 vjeçare du kam marrua akoma epset seksuale, më si do të bëhet politikan? Ku bëhet politikan? Qa dha kjo për politikë? S'din se qa është politika. Jo ta bëjmë, po nuk din qa është. Ta din, e quajmë politikën pazare, mjep t'jap. Ma jep leje për këtë kullën t'jap votën për me ngejtë çmimin e ujtit. Dhe thonë, e bleu, a keni një gjuhë në i herë, që se në gjithë, besoj se e keni një gjuhë që shitet vota e poplit, ha? Keni dëgjuar apo jo? Po jo bëj pyetje. Është në qarkullim fjala që blehet vota popullit, ha? Po. Atëherë, a keni një gjuhë në i herë që janë shit kandidatët? Ja. Po që janë shit kandidatët? Po që kandidatët tanë kanë shit mandatët? Edhe në këzirje? Po, mirë. Po, ti ke zjerë lokale ose 3? Po. I shitën mandatët, i shitën. Edhe ata u futën gjithë, u futën listat mbyllura. Që është e mundme? Një humbës futën listë mbyllur. Qa ka dhënë ky njeri? Qa ka dhënë Belin Klishima? Që në drejto Tiranën mu e del me 13 mandatën. Qa i ka dhënë kësa Tiranën? Asë si gjë. Qa i ka dhënë? Ma thoni qa i ka dhënë? Në zgjedhje lokale doli me 60.000 vota mongët. Si mundet ky njeri të marrë drejtues politik? A e pen e herë ti mlidhte në herë të gjithë deputetët kandidatë, do me thënë të Tiranës edhe të bote takime? Jo. Atëherë, si i fuske ti këtë? Do bëjmë analizë. E fillojmë nga vetja. Pastaj dalur, se unë jam njeriu që kam vite që them që Rama ka ndërtu mafia në shtet. Këta se thonë. Se thonë se janë ortak. Ma mendit kur doli Kliqi që doli me Velien fushat. E tha Velia, hadha se thonë Riono kjo, s'ka gale. Ha? Pa për. Se këta kujtojnë si kur nuk jetojmë këtu, nuk i dim gjërat, nuk i bëjmë, nuk i prekim. E menoj se
Ta futen kokën si struci, e fusin kokën mrena, çfarë thon mrena? Ja kam thënë, ju jeni mbledh mes një guacke, lavdroni njëri tjetrin, dhe më e keqja është se lavdroni mes njëri tjetrit kush e kush lavdroi më tepër Berishën, edhe këta e quhin politik. Kjo është politika që bëhet PD. Ta pranojmë. Po se pranum, nuk rregullohesh dot. Ore, gabove, dakor, po nga gabimi duhet mësosh. Po jo të shkosh nga gabimi, në gabim tjetër. Në qoftë se ti nuk e mësuar nga gabimi, nuk e asgjë. Ti bën një emision e shef. Dhe nga një emision ti mëson diçka që nesër ta bësh më mirë. Po për më keq, shkollaj fare. E jeta kështu është. Gabove, mësove. Boti nga gabimi që bëhe mësove. Po ke 12 vjetë. 12 vjetë nuk pas ke mësu ti. Ngele tash me mësu. Po me të njëjtët njerëz. Dhe të gjithë, po ta them pa përjashtim, të gjithë, po të njëjtën gjë ka. Po kam frikë çka do ta thon atje. Po të gjithë, po me këta njerëz thot, po jo më nuk e votoj. Ka pasi përqindje të madhe të njerëzve, të cilët nuk e donin Ramën. Po duke pa këta njerëz, nuk i votu. A këtu është ai defekti. Që këta se pranoj. Nuk mund dali deputeti dhe thot, tjetë kush doje, kriminal dhe tjetë. Jem fushat, ditë fushatë. Nuk mund dalish të thushti unë ta hez varë. Nuk mundet. Se je gjë tjetër pra e opozitë, ti kërkon të marrësh pushtet. Jo, fudullik. Nëse unë thash prap, unë ngelem nga e pjesa, qofse nuk thirret i kovën kombëtar për mua, nuk ka asgjë të rrezi pastaj. Pastaj se ikën Berisha, zgjidhet, bëhet, vi kush doj, ta marrë kush doj, po për mua boll tjeti gall, një garë hapur, tjeti garë e cila të pasqyroj vlera dhe kontributet e njerëzve, atyre që garojnë pak që marrin guxime me garu, po me çek kështu pastaj hajde me emrime, është e kot, pastaj s'ka nevojë as për kuvend, as për zgjedhje, as për gjë, caktoi një njeri atje dhe hajde më pafshim. Kaq. Pastaj a është X, Y, Z, se po ta vesh re, ju thoni për mendje emrin e Argitës. Ha? Apo jo? Pam. Apo isha gabim. Po. Jo, e sakt. Ju përmendet emrin e Argitës. A ta marri Argita apo mos ta marri Argita? Unë pyetje më të thjesht nga ju do të përgjigjesha. Ndërmjet Argitës dhe Flamurnogës, këtë zgjidhni? Unë do zgjidhja Argitën. Flamurnoga është kamufluar. Argita është drejt për drejt pak. Dhe unë e di që është kjo. Ha? Po nëse Argita mund ta kundërshtoj Tiatin, Flamurnoga nuk e kundërshton dot. Dalim ke pjesa tjetër. Pra, e marr hipotetike këtë. Për ta analizuar, jo për ta bërë reale, po për ta analizuar. Ha? Pra, fëmia edhe mund ta kundërshtoj prindën. Mund të krijojë edhe një debat me prindin. Nëse si flet sot, do i marrë orë i natë, mas një orë do i flasi prap. Flamurnoga nuk e ka, Josefina Ptopalli nuk e ka këtë lloj tagri që të përplaset me Berishën dhe pastaj të flasi prap. Jo. A kupton? Pra, po tjetë për hipotetikisht, po tjetë kjo. Por, po të vinë me një program që të thotë për 3 muaj unë bëj këtë, dhe nëse nuk e bëj, unë largohem, le të vit më kushtoj, unë prandaj thash le të vit kushtoj. Nuk kam as si lloj gjëje. Nuk jam për kult individi. Jam për një njeri që të ndërtoj partinë dhe ta kthejë në shinat e djathtës, konservatore, të djathtës si erdhë dhe pastaj konservatore. Se dalë si puna asaj, Shqipëria madhështore, thash prita se jemi barkës. Ta ulimi herë, mos ani ta ngajmë kom.